Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakojmë sërish me mua Trona Lilin këtu në kanalin ton Rrëfime Jete për të ndarë një letër me ju. Letra e radhës që do ta ndaj më besoni se është një letër shumë e dhimbshme. Është një letër e tmerrshme. Janë në fjalët e një nëne, e cila me shumë dashuri ka shkruar për vajzën e saj. Vajza është martuar dhe që kur është martuar ka haruar që ka një derë të nënës. Nëna fatkeqësisht ka qenë e varfër, por dashuri për familjen ka patur. Përshëndetje Tiranë. Unë që po e shkruaj këtë letër, jam një nënë e 70-tave. Kam kaluar një mal me vuajtje. Kam hequr sa nuk bëhet. U martova me burrin që desha. Jetonim shumë të varfër. Burri punonte, po punonte me shumë sakrifica. Punonte në arë, punonte në fush, punonte në tokë. Mundoheshte që të nxjerrën paranë që të rrisnin fëmijët. Fëmijët na erdhën si 2 pika uji. Na erdhën më një herë. Djali i madh erdhi me një herë pas martese, mos të them 2 muaj, djali i vogël erdhi pas 1 viti e gjysmë. Të gjithë ishim shumë të lumtur dhe të gjithë ishim shumë të gëzuar. Familja jonë po shtohej, familja jonë po rritej. Ne po merrnim rrugët e bukura të jetës përpara. Ne po merrnim rrugët e dritës përpara. Ishim shumë të kënaqur. S'kishte njeri që në fakt mund të na ndryshonte mendjen. S'kishte njeri që mund të na e thyente zemrën. Para s'kishim, por të lumtur ishim. Kjo është më e rëndësishmja. Njeriu e bën të lumtur jeta, njeriu e bën të lumtur fati, nuk e bën të lumtur paraja. Ditët kalonin si 2 pika ujë, fëmijët po rriteshin, hallet tona po shtoheshin. E dini si thot një fjalë e vjetër popullore? Derisa i ke të vegjël fëmijët, halle nuk ke. Pasi fëmijët rriten edhe hallet e mëdha. Dhe për këtë gjë, hallet po shtohen. Mua më vjen shumë keq në fakt që po e flas këtë gjë. Unë e martova vajzën sipas dëshirës së hallës së saj. Burrin vajzës time ja gjeti halla e vet. Ishte një djalë i cili jetonte larg në Australi, me pasuri, me të gjitha të mirat. Edhe halla e vajzës tha, vëllai tha e ka gjendjen e rëndë. Vajza tha është e mirë, pse mos bëjmë një xhami. E hajt më ne si prindër, në fillim njerë na vinte zort se lagja filluan të flasin, për shkak të parave e shitën vajzën, për shkak të parave hoqën vajzën. Për ne ishte tepër e dhimbshme, ishte tepër e tmerrshme. Çfarë të bënim, si të arsyetoheshim, por s'kishim se çfarë të bënim. Ditët kalonin, llafet po shtoheshin, dhe vajzës i erdhi koha që të shkonte në Australi. Ne s'kishim para t'i bënim dasëm, edhe e lam si gjë, vajza nuk foli. Kaluam sa më bukur me njëri tjetrin, i dhuruam dashuri të papar njëri tjetrit dhe i dham ato bekimet shpirtërore njëri tjetrit. Vajza shkoi, vajza iku, ditët e para na telefononte, qante. Mami më ka marrë malli, mami nuk mundem pa ju,
shpresoj që të vini sa më shpejt. Ne si prindër jetonim me shpresën që të shkonim të shohim se ku jeton bia jon, edhe pse dhëndrin e kishim takuar, dhëndri është njeri i mrekullueshëm, por donim ta shihnim edhe vajzën se ku jeton. Ne besonim për këtë gjë, luteshim për këtë gjë, jetonim për këtë gjë, por muaj me radh, vajza filloi që të na shmangte, filloi që të mos të na telefononte, filloi që të mos të na thëriste, filloi që të mos të ishte më pjesë e jona. Ajo filloi që të largohej prej nesh. Dhe kjo gjë mua më dhimbte shumë, se çfarë ndodh me ti me bi. Unë me thënë të drejtën, nuk e besoja që vajza jon nuk dëshiron të na sheh me sy. Kur erdhi në pushimet e verës, unë edhe buri morëm vesh, nuk na tregoi, e morëm vesh nga lagja që vajza jon kishte ardhur. Ne u shtirëm sikur e dinim që ka ardhur. I them burit, shkojmë një herë të shohim ç'është puna. Çfarë po ndodh me vajzën tonë? Mos ka probleme me burin, mos ka halle me burin, edhe mundohet të na e fshe. E dini si thonë mendja e prindit ku nuk shkon. Dhe shkojmë ne. Vajza nuk na priti mirë. Miku i ftohtë me ne, dhe vajza tha nuk u njoh, tha, kush jeni? Vajza e veshme, e kurume, me makinë personale, jetë lukse, na përzurën. Prej asaj dite, prej të keqit, burit i ra sheqeri. Mua më doli tensioni. Dhe sot e kësaj dite, me thënë të drejtën, akoma, nuk e kuptojmë se çfarë ndodhi në të vërtet. Çfarë ndodhi me vajzën tonë që ndryshoi kaq shumë. Ishte e pabesueshme ta dëgjonim nga goja e vajzës gjithë atë fjalë ofenduese për ne, prindërit e saj, për baban edhe për nënën. Dua të marr mendimin tuaj. Më thënë, kjo zonjë do të merr mendimin e të gjithë neve, çfarë ka ndodhur me vajzën e saj, çfarë ishte kjo gjëja që do të thënë e bëri vajzën që të ndryshonte rrënjësisht.